Atëherë kthehemi me bisedën në studio. Elvira Dushko, sekretare përgjithshme e Federatës Basketbollit të Kosovës. Faleminderit shumë që jeni me neve. Faleminderit për juve për ftesën, shumë kënaqësi. Një nga të paktat femra në pozitën e sekretarës përgjithshme të një federate. A është privilegj me qenë në këto pozita? Sidomos kur je femër dhe depërton pozitat si këto. Po, normalisht është privilegj, është përgjegjësi sepse mandej të tjera të shikoj si rol model. Absolutisht. Nëse unë kam sukses, edhe kam pas sukses deri më tani në këtë pozitë, atëherë normalisht që ato liderët që janë në ardhje, menaxherët që janë në ardhje, kanë me pas një model suksesi dhe kanë me më shiku mua dhe për me synu për me në të ardhmen me qenë ato pozita. Unë do shta jam dërtë paktat edhe vetëm janë do shta në këtë pozitë ekzekutive, sekretare përgjithshme, po për para kur jam ftu në emisione ose kur kom pas intervista me kënaqësi kom thonë jam e vetëmja femër, e tash nuk po më vjen mirë që ende po vazhdoj me thonë ashtu jam e vetëmja ose ndër të paktat në këtë pozitë ekzekutive, sepse dëshira jam është që mas këtyre viteve karrierë të suksesshme që kom treguar në Federatën e Basketbollit të Kosovës me pas edhe të tjera në federatat të tjera, sepse në Federatën e Basketbollit të Kosovës është shumë e qartë jemi tash 7 femra dhe 8 meshkuj në punë federatë. Është një balans kogja i mirë. Është tani në fillim vitit 2026 është promovu nga pozita menaxhere në drejtoresh të eventeve basketbollit 3-3 edhe ish basketbollisti Artina Hasani, ndërsa në pozita tjera të gjitha vajzat janë pozita menaxheriale, kështu që për neve është për ne me krenari, po kjo nuk mjafton. Për komunitetin e komunitetin e sportit pasi do ne pa kolegë tjera në pozita të njëjta. Po, patjetër. Për mua është kjo shumë e rëndësishme që në rast se unë kam pas sukses atëherë edhe federata të tjera me shiku si mundësi që me punësu sa ma shumë me femna në pozita menaxheriale. Së fundi me tash e keni marrë mandatin e ri, me këtë mandatin e ri e kaloni ma shumë se një dekadë në këtë pozitë. Në fakt po, kjo është mandati i tretë që i bie pas 8 vite ka qenë 2 mandate, kjo i bjen tash po hyjë në vitin e 9. Dhe unë Federatë Basketbollit jam prej vitit 2015 në një pozitë tjetër pra për menaxhere për komunikim dhe më pas menaxhere projekte dhe krejt në vitin 2017 jam me mbru në pozitën ushtruese detyrës dhe më pas edhe sekretare përgjithshme. Po përmenet ndoshta një dekadë, po mu po më duket sikur dje, sepse për ne është shumë kënaqësi e madhe për mua dhe nder me qenë pjesë e komunitetit basketbollit dhe me punu në Federatën e Basketbollit. Sot bashkë me kolegun e financave pata një diskutim sa po ka në federatë i thash që prej ditës kur kom marrë federat asnjëherë nuk ka ndodhur mësë me pas punë. Dinamik. Po menoj non stop ka në ditën që ti menon që kemi pas pak maqeti jo që e ka më konë ma e trenta, po tani i thash që kjo në ashta është që ajo që marrë shumë edhe çdo ditë më bën me kënaqësi me shku në zyret federatës apo në terren apo kudo që ka me basketbolin edhe me kontribut. Ashta edhe fakti që kom qenë ish basketbolliste e bën më të lehtë këtë punë që unë me punu me kënaqësi. A të kujtohet 2017 kur ta kam besu për herë parë pozitën? Kom qenë shumë, më ndohet vetja që kom qenë shumë e re, edhe kom pas, kur më ka thinë atë ku ka qenë Erod Belegu, president, kur më ka thirë, më ka thonë, e kemi pas ditë mbledhjen e bordit, edhe pëtojna me të propozu për me të mënu ushtruese detyrës. Në atë kohë, sepse për komunitetin e basketbollit në atë kohë, dhe pse komuniteti basketbollit njihet për ma larg pamës, ma ofër, barazis gjinore, krejt, po tharë të me të propozu për ushtruese detyrës, sekretarës përgjithshme, edhe më pas të shohim se qa po ndodh. Unë e kisha pas dëgju fjallë, po mendesha që janë veç fjallë. Po më nejtë 2 vite. Zbohet e vërtet. Po, zbohet e vërtet, edhe tha qka po mendoni, thash, në rregull, atë një thash në rregull, po ka qenë jënë lidh gjanat shumë mirë, sepse momentin që jo me mnu ushtruese detyrës, njëjtën kohë kom fillu me kry një program një shkollë të FIBA-s, në atë kohë FIBA Evropës, FIBA Time Out ka qenë program për basketbollista që e kanë përfundu karrierën, tash dojnë me kalu në pozita menaxheriale, ka qenë edhe përzime me një universitet në Newcastle në Angli, e të njëjtën kohë kur kom fillu këtë shkollim, kom qenë edhe përmes ambasadës amerikane, departamentit shteteve në Amerikë për 6 javë, që krejt sa koha perfekte u lidh. Koha perfekte krejt u lidh dhe kur më kthy prej Amerikës, veç e di që pas një javë, 2 Erodi tha, kena po të propozojna më të mënu në pozitë sekretare përgjithshme me mandat 4 vjetë,
edhe tha s'di çka ka ndodhur atje në Amerikë, ka ndryshuar diçka. Amerika po ndryshoi ka diçka edhe mandej prej atëherë po menoj unë kom dëgju, po menoj prej anëtarëve të ndryshëm në bord kom dëgju që ka pas skepticizëm, e që mua më ka motivuar shumë. Ka pas me u dëshmu që ka dalë se gabim e keni. Edhe me u dëshmu që gabim e keni edhe në anën tjetër kur e thëshin fillim që femna parë sekretare e përgjithshme, dyqysh e nisha shumë përgjithësi që unë dona me tregu që jam shumë e mirë. Që nashta po më vjen keq me thonë, por nashta meshkuj s'ishin lodh fort me bo këto edhe se meshkuj ka shumë çato pozita. Po, ka shumë edhe kuptohet që do të më meritua ata, me një herë si të vinë me punu, kështu që unë nuk jam feministe, nuk jam kështu, po kom që barazia me qenë e përfshime në Federatën e Basketbollit edhe kur i kom dëgju tash të dia kanë qenë të vërtet ajo që të skepticizma, po mua më kanë motivuar shumë. Edhe kom dash me dëshmu edhe vetës mas pari, edhe kryetarit edhe bordit në atë kohë, po dhe komunitetit basketbollit që një femër mundet me qenë në pozitë ekzekutive dhe me udhëheq zyrën edhe punën në Federatën e Basketbollit, dhe besoj që veç fakti i mandatit tretë edhe urime që i kom marrë përmes telefonit, përmes bisedave të ndryshme, edhe atë që është votu në bord, për mu hera parë ka qenë që mas sa vjetëve unë jam rënqith kur kom të gju që antarë të bordit edhe pse u dërhedh në votim ata kanë dashur me majt fjalim për me thonë për punën që jam të e bëjë, kështu që kjo është mirë edhe është mirë që edhe vajzat e tjera që janë në federat duke punu kanë ofër dhe në bazë auditori mentoroj. Kjo është shumë e rëndësishme me mentoru edhe me udhëheq për mi shty përpara sepse unë sot jam nesër mundem mos me qenë edhe normalisht që është mirë me pas. Gjurmë mbetet. Po normalisht kjo është trashëgimi për mua trashëgimia kur të shkoj një ditë për Federatën e Basketbollit është ajo që du me lënë është trashëgimia e kulturës që e kam ndërtuar me vitet tona në Federatën punën me Federatën e Basketbollit. A ka pas një moment gjatë kësaj periudhës ekstrem të vështirë kur e ke menduar në shtatë mu largu për kësaj pozite? Mu largu jo, po kam pas momente ekstrem të vështira, sidomos me njerëz të klubeve, me njerëz të klubeve në pozita të larta që janë kur ka dhe të tillë ende që shkruajnë që kur hup ekipit tëne me një shkruajnë që ti je sekretare, ti nuk e meriton me kona atë, bër refera. Unë do na më udhëheq referat, unë do na më udhëheq komisionin, do na më tregu atë, po në pikpamjet e tyre, po që ato në fillim më kanë munu shumë, e tash e di që aty në sot e shkruajnë që ashtu nesër ju ka lënë, po e keqja këtu është që vazhdon që ajo me qenë që ashtu që momentit që ekipi hup, gjithçysh kanë me shfaq pak knacin të Federata Basketbollit, në këtë rast të une, po nashta e keqja ime është që unë komunikoj me ta, ja u kthej, i thëm ka dalë se nesër e shema ndryshe, kështu që ato janë momentet të hidhuna për mu, se për ndryshe kena pas shumë vështirësi edhe vazhdojna me pas vështirësi, sfida të ndryshme, financiare, teknike, logjistike, mungesa sallave, 100 milion të lashet e tjera, po që ato për mu janë që më shtyrë me punu ma shumë. A këto të tilla, si po them prej antarëve të caktuar të klubeve të elitës basketbollit të meshkujt, sepse të femrat normalisht respekti është në nivel më të lartë, po edhe të meshkujt e një pjesë e konsiderueshme, po ka antarë të klubeve që mesazhet pas ndeshjes, telefonatat janë shumë të thjeshta që s'don. Po unë për respekti që e kam i lajmërona dhe ja kthej edhe krejt edhe pse se kanë mirë, po synon me çfarë korrekt me ta. Po, mendoj që unë do na me pozita jam është që unë do na më lajmëru dhe do na bëj shpjegim komunikimi normalisht, po. Po do më kthy pak te hapat e parë kur ke filluar me basketboll, ka qenë një periudhë krejt ndryshe. Ka qenë shumë e vështirë. Po flasim për vitet e 90-ta. Ka lidhja me basketbollin, ka me him basketboll, edhe sa ka qenë e vështirë për një femër në atë kohë me u marrë me basketboll. Unë e ko fillu me lunë në vitin 1996 në Lagje. Vllau një vjet më i madh se unë më tha, apo vjen me lujt basketboll, ai lujke, edhe është trotuari që është aty ka qenë një kosh me një mall tjetër, jo në mallën teme ka qenë një kosh, edhe kerët aty kanë kalu, se ka qenë vështirë një lloj parkingu aty dhe që aty ka qenë një kosh dhe që aty lush, me next u konë atërë 3 kundër 3, po kur kaleshin kerët na unalshëm, edhe mandejt pe aty të transferova me lujt në shkollë, kur luishin djemt në Elena Gjik, unë ja nisa me lujt në shkollë me djemt shqiptar aty, 3x3 të ishëm streetball, edhe po ka pas edhe nacionalitetit serbi, kena pas shkollë atëre Vukaradžić,
kur më shishin ata që shpjepi treshat, dy hapshat të këto, janë më bëshin hajde ti malla do gjithnama unë. Kush guxon me shku me lumë me ta, po kush guxon me ju thon hajde s'po lumë. S'po vi, a dhe edhe arsimtari edukatës fizike në atë koha Bedim Bahtiri, ai më paton a ki qef me lujt basketbol me një klub? Më thonë po, apo nuk kam qef. A thonë hajde se këqyri interesona, ka klub të femrave në Prishtinë. E kom thonë po njerët me fol me Prenco, ku në të gjashtë, s'më me vendos vetë, edhe kom qenë veç 14 vjeqare, edhe kur ka ardhë Blerin Vunici në atë ko, ka pas vajzën shkollë me mua, ajo me vogël se unë 2 vjetë, dhe po kemi qenë njëtë shkollë në Elena Gjik, edhe kur erdhë arsimtari Abidin, i tha, kjo është Elvira, kjo është basketboliste, po lunë shumë mirë, po lunë veç me djemë, se kërkush nuk e prej qikave atë. Më vështirë. Po, Agja Blerim në atë ko, tha, na kemi ekipin e Meshkuj, sa e ka qenë atëherë drejtori i klubit Meshkuj e Prishtina, ushtrojna në Gjergj Fishta, po dojna me hapë edhe klubin e femnave. Edhe është vajza jame që të njëjtën shkollë, kur të hapa, ma jo ty vjen të Kallcan. Edhe e thiri Donatine, i tha që është kur vjen të Kallcan, ka shumë duna me shku në shpe, mi tregu që a ban, as ban, edhe kur i shku, ne kejnë të entuziazëm, shpe që shtu ka ardhe, ata e njëshim, Blerin Vunici unë se disha as kush është në atë kohë, normalisht, ata e njëshin si legjende basketbollit, e thamë po mërë që shjo, po që atër mami dhe babi duhet me të dërgu në Gjergj Fisht, në servitje gjithë kohë në mramje, ose babi ose vlau një vjetë me dikon në shëshrum. Me shku, edhe kur kemi shku, në një pjesë e madhe basketbolisteve ende vazhdojna prej asaj kohë me qenë shoqënit mirë, do me thonë në të gjashtën kur kom fillu edhe bashkë me Flora Brandi, kemi dash me këqyr, kur kemi fillu mujën se po bon 30 vjetë këtë vitin 2026 që asë njëherë nuk i kom do basketbolit, asë njëherë, për asë një vetë. 30 vjetë. Kom lujt deri në vitin 2007, po kur e kom dërprejur, kom fillu me gazetarin, me punu, gazetari, po të njëjtën kohë kom dejt edhe koordinator e klubit Prishtina. Mandej menagjeri klubit Prishtina femnave. Që aty janë edhe hapat e parë në menaxhim. Po, edhe prej aty, mandej kom kalu në Federat Basketbollit me punu për komunikim, në atë kohë se kam pas ata kërkon, edhe në atë kohë ish presidenti Erol Belegu më ka thirë, edhe jo bashku, do të thot, asë njëherë nuk ka ndohë që ne me pas një ditë pushim prej basketbollit. Në stop lidhje. Kështë që kësit 30 vjetorin e festojna. Pa tjetër për du më nalë edhe të një periudë të viti 2003-2004 quhet viti i mrekullisë. Do më thonë, një ekip i dalën pas luftës, Universiteti Prishtinës, merë pjesë për herë të parë në ligën Trokall në atë kohë rajonale, një ligë jashtëzakonisht e fortë, ku ti ke qenë kapitene, edhe arrini në qatë fazë me përfundu në tabel në pozitën e tretë. Po në play-off, po Final Four, po në Gospish kemi qenë në Kroacis, kemi përfundu në pozitën e tretë, po patëm përfundu në pozitën e 4 mandej, krejt, po ajo ka qenë përmenoj periudha me sukseshme e jetës tame në basketball, të përfshi edhe menaxherllëkun që tash. Edhe mas shumë ti që jena knaq. Përmenoj se për mu, fusha, unë i kam 100 punë në zyre ku shkojnë në salë me kështu në lojën e çlodhna. Kështu që përmenoj që ajo sala basketbolli më çlodh. Kështu që për neve kona atëherë e pabesueshme mas pare që po na pranojnë. Tani kur na kanë pranuar për neve koni përvojë këtë tjetër me kalu për një organizimi ku ti ke udhëtu veç në Kosovë dhe me 2 njerëz janë marrë me krejt klubin në Senja. Edhe tash del jashtë edhe keni kryesi, edhe keni kryetar, edhe keni drejtor, edhe keni drejtor tjetër, edhe keni trener, keni 3-4 trenera tjerë. Plus të përfshi suksesin që keni arrit aty është jashtëzakonshme se keni befasuar shumicën. Po, ka qenë befasi edhe ende kur flas me njerëz kur takohemi vetë Kroacisë, Slovenisë edhe të Austrisë, edhe të Bosnjës e përmenin atë ligë, sepse kjo ligë tash është shndruar është Euroliga e femrave. E njëjta është veç tash është niveli më i lartë i basketbollit femrave në Evropë. Po për neve ka qenë përvojë shumë e mirë, për mua është përvojë jetësore basketbollit aktiv, niveli organizimi që ka qenë atij klubi, unë po besoj që ende klubet Superliga Meshkujt, për këtë Superligës nuk e kanë arritur çit nivel, largoje Trepçën edhe bashkimin deri tash, edhe për nga niveli garë, për nga niveli organizimit. Që janë organizu krejt klubi dhe secili ka pas përgjegjësitë veta, edhe u dit kush çka ka me bë, kush me çka ka mu marr, plus që investimet fokusi krejt shtetit ka qenë te na atëherë. Para më do të thonë çaj suksesi i madh që keni arritur ka detyruar Serbinë me intervenu edhe në fund me përjashtu krejt. Me ta thonë ose këta ose na, po, me ta thonë ose këta ose për mua ka qenë shumë edhe më shumë unë mbaj mend shumë mirë që kur kam qenë
në Mavropë na shkuam në kamp, na takuam me Federatën e Basketbollit, edhe treneri Ciglari ka qenë me neve përgjithës për kampin aty, dhe ai po më thirr, po më thotë, hajde na takuam, thotë ke hajde malla, na fol shumë gjuhën serbokroate në atë kohë, edhe ai më tha hajde po shëtisëm, edhe po më tha kom një lajm shumë të keq. Ta keni mu ka ndodhur çështë tha serbt kanë thonë ose na ose këta na po dojmë me hiq qysh. Normalisht që shtetet e Ballkanit kanë pas interes me pranu ekipet e Serbisë, tha po më vjen shumë keq, u kon eksperiencë shumë e mirë për neve, të kisha lut kur mos ju ndojnë, ende vazhdoj komunikimin, e takoj edhe me vajzën e tij, trenerit Ciglare kum krye një në shkollave në FIBA, edhe kur mos ju doj basketbollit, ti je shumë e rëndësishme për basketbollin e femrave. Atë kështu më kanë met në vesh fjalët tina, po ka qenë për ne më zhgënjyse mas asoj periudhe të shkëlqyeshme, na kena menu që kena me vazhdu dhe kena me shku manal, po nuk ndodhi ajo, kështu që po ne kemi qenë ekip i parë, dy konkurrenca që i ka hapë, palestrat janë të mbushura, atëherë. Po më kujtohet shumë mira e periudhë. Në Gjakov. Fanellat e verdha. Po, në Gjakov, në Mitrovic, në Pej. Prishtinë ka pas ma pak për krahjen nga tifazët këtu, po në qytetet tjera kudo që kemi lujt, sallat ka qenë stërmbushura, sidomos e mbaj mend që Mitrovic për krahja ka qenë jashtëzakonisht e madhe. Në 3 ndeshje që i kemi lujt atje, ata asnjëherë nuk kanë hezituar për me armën për krah trend kështu, po. Krejt në fund, përpas krejt aktiviteteve që të lidhen me basketbollin, e ki edhe një veçori tjetër, përpas që e marrë me gazetari, maratonën e ki një për specifika që nuk i ndarë, gjithë maratonën. Po më ne kom vrapimin përgjithësi, kur kom kry periudhën kur kom lujt basketboll, një kohë kom pauzu bagi si gjatë, dhe mandej kom fillu mu marrë me hiking, me crossfit edhe me vrapim. Sosani kom bot njëjtën kohë dhe mandej kom fillu me vrapu 10 km, 21 km kom bot disa gara, në trail kom vrapu deri në 35 maksimumin, po vitin e kalum ka qenë momenti veçantë për mu, se për herë të parë kom vrapu një maraton komplet, edhe para dhe fundit 42 km në Frankfurt, edhe ja kom kushtu tezës të jame të ndjere, ka qenë motivim shumë i madh për mu, edhe jom knaq. Kur më ka vetë dikush, kur mi kam pa fotot edhe vitit, kanë thonë kena menu që me thonë kom dek, s'po moj mo, se vrapon 6 orë, dash me kry mrena 6 orëve, por me vërtet jom knaq. Nashta vetë fakti që unë kom lujt basketball, e kom shpesh sportiste, për mu është kënaqësi. Edhe si veç djej kom regjistru garat që kom e marrë pjesë deri në 8 mujorin e parë, 2 vite deri në gusht i kom regjistru krejt garat. Non stop me lyp diçka me sfidu veten. Po për në më është kënaqësi me qenë pjesë e sportit, kështu që unë jetoj me sportin, po më për që ata dhe në asnjë moment nuk ndina e zhgënjyme për ato që kom bo, për kundrazi jam shumë krenare, që e kom pas familjen shumë afër, shoqërinë edhe që më kanë përkrahur për me qenë deri këtu, se normalisht që vetë kisha mujt me bo. Absolutisht, shumë e vërtet. Elvir, është kënaqësi gjithmonë me diskutu me ty. Faleminderit shumë që ishe sonte me neve. Faleminderit juve për ftesën.